Edhe pse duket e pabesueshme, megjithatë në të ardhmen edhe në ajër do të shohim druj. Projekti pylli vertikal tashmë ka filluar të ndërtohet në qytetin italian të Milanos. Kjo ide lindi pas mbjelljes së drujve nëpër qytete me qëllim të kontribuohet në regjenerimin e ambientit jetësor. Dizajnuesi dhe themeluesi i këtij pylli të parë në qiell është arkitekti Stefano Boeri. Sipas planit, në 2 rokaqiejt do të jenë 27 kate dhe përafërsisht nga 1 hektar druj të lartë sa një trunk mesatar ahu. Do të rriten në balkone speciale të dizajnuara. Në të dy anët do të gjenden 900 trungje, 5000 kaçube dhe më shumë se 11000 bimë dhe lule të tjera. Siç thotë Boeri, gjatë verës banorët do të mund të kënaqen në hijen e madhe të ahut, ndërsa gjatë dimrit drita do të mund të deportojnë në drujt e zhveshur. Sipas këtij arkitekti, duke përfshirë edhe drujt në të gjithë projektin, do të rrisin çmimin e ndërtesave për 5%. Furnizimi i ndërtesave me energji elektrike kryesisht do të jetë nga burimet energjetike të përtëritura. Më parë, një kopsht i tillë u bë në vitin 2008 në Francë, kur arkitekti Edvard François ndërtoi kullën e famshme të luleve.